As pak dishim vëllezër të dashur, se atë që Allahu Gjelleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, largon lajthit dhe devijon, dhe atë që Allahu Gjelleshanuhu me të drejtën e ti, me urtësinë dhe butësinë e ti e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Fjalët më të mira, të bukura, të vërteta dhe të sinqerta janë fjalët e Allahut në librin e tij famëlar Kur'anin. E udhëzimi më i mirë, rruga më e mirë, lutjet, duat, adhurimet më të mira, të sakta, të pranuara, janë ato të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E veprat më të këqija, më të kota, të gabuara dhe të sherrit janë risit, ata të cilat njerëzit muslimanët i shpikin e më pastaj i konsiderojnë pjesë të Islamit dhe me ta përpiqen të adhurojnë Allahun. E veprat të tilla janë risi dhe bidate. Allahu ata nuk i pranon, ato askend nuk ofrojnë tek Allahu Gjelleshanuhu, por ato qënë në humbje, e humbja qënë në zjarin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga i në mbroft. Vlezër të dashur në Islam, une do minutat shkurta dhe flas në lidhje me datën e sodit, ku sot jemi më 27 të muajit Rejab, dhe më thonë të muajit të 7 si pas kalendarit Islam, dhe viti 1427. Vlezër, flasim pak për këtë datë, për arsye se themi atë që duhet me e thonë. Akoma një numër i madh i muslimanëve e ndjekin traditën dhe sunetin e Ubejdijunëve, sekti më i jashtë i dalur edhe nga fraksioni shiit ma ekstrem nga kufri dhe shirku, të në Ubejdijunët të cilët u themeluan në vitin 567 si pas hijretit. Më pastaj u emërtuan Ismailijun, e pas Ismailijun u emërtuan si Fatimijun. Këto sënduan në Egjipt që nga vitin 909 deri në vitin 1171. Shpikën gjëra, por para se me shpik punën e parë, çka e bon? E luftuan tauhidin, njëshmërinë e Allahut, domethënien e vërtet dhe të saktë të fjalës la ilaha illallah. I luftuan bazat e kësaj fjale, i luftuan kushtet e kësaj fjale. Me njëherë dhe bashkë me këto, edhe rrugën, sunetin, traditën profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe filluan me shpik her pas here risi dhe bidate. Filluan shpikën ditëlindjen e prisit atëherë kush ka qenë në atë kohë, pastaj gjoja se ditëlindjen e Muhamedit alayhis salam, e të Fatimes, e të Hasanit, e të Husejnit, e të Aliut, e kështu me radhë. Një prej atyre çka shpikën? Festën e natës së Isras dhe Mi'rajit. Edhe e zgjodhen një datë ku ka mendim që mundet me qenë ajo, por ka edhe mendime tjera. Isra dhe Mi'raji ma sakt ka ndodh 1 apo 2 vjet para hijretit pejgamberit alayhis salam në Medinë. Domethënë ka ndodh derisa ishte pejgamberi alayhis salam në Mekë. 1 vit apo 2 vite para të bonte hijret. Ka mendime kur ka ndodh. Shumë, një prej atyre po, është se ka ndodh edhe në muajin Rajab. Por a bëri diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ndoshta dhe s'ka dyshim ai më mirë ka ditë se kur është ajo datë. A ka ndonjë argument që sahabët janë interesuar edhe pak ja Resul Allah kur ishte ajo natë? As sahabët nuk ju interesoj një gjë e tillë. Pse? Se i dërguari Allahut mësuesi i tyre fare nuk anonte në atë çështje. Me ringjall, me festu e kështu me radhë. Pas edhe generata tjetër tabiinët nuk folën për një çështje të tillë. Pas edhe generata e tretë, etba'u tabiin, nuk ja qasën kësaj çështje. Pse? Nuk kish diçka e fejes kjo. Nata e Isras dhe Mi'rajit vëzëm në veten e saj, luan rol të madh, ka vlerë, ka pesh. Pse? Ajo i kundërshtoi dhe i thej të gjitha rregullat, të gjitha teoritë fizike, kozmike, gjitha, se Allahu Gjelleshanu e barti Muhamedin alayhis salam brenda natës nëpërmjet burakut një kafshë nga Mekka në Aksa, Kudës, e prej ati unë gjitë në qilë, gjo e madhe në veten e saj,
Edhe për këto kanë shkruajtur dietarët libra e libra, hadithe që gjenden për natën e Isras dhe Mi'rajit janë të vërteta, derisa Allahu edhe një sure e emërtoi sure Isra. Po nata është në veten e saj diçka e madhe, çudi. Po neve çka na obligon ajo natë me bë? A kemi të dhona nese me e festu, apo me uru të tjerve? Për hajër Isra dhe Mi'raj, gëzuar festa. Të gjëja janë risi vëllezër, nuk kena në Islam kështu. Si kur të kishim, do të kishte argumente. Pse e themi këto? Se risit shpikjet në fe, janë më të rrezikshme se sa mëkati, janë më të rrezikshme se sa i cili pin alkohol, se sa i cili merr drog, me shpik diçka në fe. Pse? Ai që pin alkohol, ai që merr drog, ai e din se është të bo keq. A ki tjetrin fejën e Allahut përzihet, ki shton fejën e Allahut, prandaj risit, bidatet, qajnë në humbje. Kullu bidatin dalale, ka thonë Muhamedi a.s. Gjdo risi që në humbje, edhe pse risit ndahen, bidat i keq, bidat haram, bidat që qënë në shirk e kështu me radhë, por të gjitha merit të gjitha qënë në humbje, por njëna qënë ma shumë, tjetra akoma ma shumë, tjetra edhe ma shumë, tjetra edhe që të nxjerrë prej fesë. Pra ndaj ne kemi në Islam diçka që është e madhe. Çlirimi i Mekës diçka e madhe, po a kanë festu sahabët? Çlirimi i Mekës vallë diçka e madhe. U çliru Mekka e izolluar me 360 idhuj brenda dhe jashtë. E çliroi Muhamedi a.s. në vitin e 8. A ka festu dhe njerë pejgamberi a.s. Hajde sahabi ta kujtojmë sot se e çliru Mekën, të festojmë, e të këndojmë ilahije, e të këndojmë Kur'an, e të mlidhen në xhami, e të mbajmë ligjerata e gjëra tjera. Nuk veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çka kena në Islam, kena çështje të cilat janë të mëdha, gjigante në veten e saj, por ndaj neve muslimanëve ato nuk na obligojnë me bë diçka. Ka qenë natë e madhe, ka ndodhur udhtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, brenda një pjesë të natës, pejgamberi alayhis salam i tejkaloi të gjitha qillrat dhe arriti në Sidratul Muntaha, ati ku nuk ka arrit krijes tjetër, derisa i ndëgjoja tha, edhe zhurmën e lapsave të melekve të cilat shkruajnë, e kanë dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e madhe, por çka me bë? A me agjiru, a me fal namaz? Të gjitha këto nuk janë të dhëna, nuk na kanë arrit nga tradita profetike, nga generata e parë, e dita dhe e treta. Prandaj tham janë risi të qarta, të kulluara dhe dërmuese. Ne vëllezër sot do të vazhdojmë përsëri me thirrjen e tretë të surës El-Hujurat. Por pjesa e ditë, sura Hujurat, folëm në hutbën e kaluar, Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." O ju besim drejt, kur të vjen një fasik, një njeri i poshtër dhe u asjell një lajm, mos e mirni me njëherë lajmin e atij, korrigjonja, vërtetonja, verifikonja, en tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. E pasaj do ta qelloni një popull, do të jitni mshaf një popullit, do ta akuzoni një grup, apo një person, apo një shtëpi, apo një familje. E pasaj kur do t'ju shpaloset e vërteta, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, atëherë do t'i bini pishmonit, por do t'jetë vonë. Allahu Gjelleshanu për mos nxitimin vëllezër thot: "Khuliqal insanu min ajal, wa kana al insanu ajula." Allahu thot është kriju njeriu, në trupin e njeriut, në ekzistencën e tij, në instinktin e tij, gjendet ai nxitimi, mos ngadalsimi, shpejtimi, nxiton. Prandaj Allahu tha: "Khuliqal insanu ajula." Prandaj ka thonë dietarët, çdo ngadalsim është prej Allahut dhe çdo nxitim është prej kujt? Është prej shejtanit. Prandaj neve Allahu Gjelleshanu na ka dhënë fuqi, na ka dhënë edhe aftësi që ne veten tonë ta ndalojmë, ta frenojmë, mos nxitojmë, mos e marrim lajmin me njëherë, por ta kullojmë atë lajm. Pikë pari, kush na i sjell këtë lajm? Kush është ai personi? Çfarë devotshmëri e ka ai? A i sinqert apo nuk ai i sinqert? Nuk mirët lajmi ati, prandaj Allahu këto i ka qytë fasik, njerëz të fliqet, njerëz të ligë, nuk mirët lajmi ti me njëherë, por duhet me unë nga dalsu. Vezër thot Aliu radiallahu ta'ala anhu disa fjalë, aq të mëdhonja, aq të mira dhe aq të omla që jonë, që valla nuk besoj,
që dikush tjetër, s'ka dyshim, ajo është rezultati i frymëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj sahabeve, por kështu si i ka radhit Aliu radiallahu ta'ala anhu është knatësi e madhe. Shikoni çka thot vëllezër. Lejse kullu ma yu'lamu yuqal. Wa lejse kullu ma yuqalu hadara ahluhu. Wa lejse kullu ma hadara ahluhu hana waqtuhu. Wa lejse kullu ma hadara waqtuhu wa hadara ahluhu wa hana waqtuhu sahha an yuqal. Çka do thot kjo? Lejse kullu ma yu'lamu yuqal. Jo çdo gjë që dihet edhe thuhet. Edhe nëse jenë me gjithë din diçka shumë, mos i thoj të gjitha. Diçka ndalu. E para, jo çdo gjë që e din duhet me e thonë. Nëse on aspekt fetar, dituni po. Ama çështje tjera të dinjos. Wa laysa kullu ma yuqal hadara ahlu. Dhe jo çdo gjë që duhet të thuhet, edhe njerëzit të pranueshmit janë të duhur. Ndoshta di persona nuk duhet me e ditë këtë gjë. Edhe një person nëse nuk duhet me e ditë këtë gjë, edhe pse duhet me u thonë, por të pranueshmit nuk janë të duhur. Një nuk duhet me e ditë këtë çështje. Bëhet problem pastaj. Ose e përhapën ai, nuk e mban sekretin. Walaysa kullu ma yuqal hadara ahluhu. E treta, walaysa kullu ma hadara ahluhu hana waqtuhu. Dhe jo çdo fjalë që edhe njerëzit e pranishëm janë të duhur, është edhe koha e duhur. Ato kanë siklet, ato kanë një dhimbje, ato kanë një problem të madh, ti ja u hub temën ative me një fjalë tjetër. Nuk e ka kohën kjo. Nuk ka koha e saj. Prit pak të vinë momenti. Pastaj e katërta, walaysa kullu ma hadara ahlu wa hana waqtuhu sahha an yuqal. Dhe jo çdo gjë që edhe njerëzit e pranishëm të duhur janë, edhe koha e duhur janë, pa ajo ti çka do ta flasish. Ndoshta nuk është aq e sakt 100% që ta thush. Që vëllezër çfarë mësime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër, një sahabiut e kish emrin Ashaj ibn Abdul Qais, tha inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu al-hilm wal-anaa. I tha Muhamedi alayhis salam këtij sahabiut, ti tha i kje ditë cilësi. Ato cilësi i don Allahu dhe i don i dërguariti el-hilm. Ti je i but, ti je nuk je i vrasht, ti je i omël, ti je i mirë, ti je i sjellshëm. Shihet butësia në ftyrën tënde. Wal-ana, dhe ti kje një dignitet të madh. Ti je i ngadalshëm, nuk mundet ti me të mashtru dikush. Ti e vërteton, e verifikon lajmin, e sitën, e shoshën, e kullon, e atëherë merë. E pejgamberi alayhis këtë ditë cilësi tha i don Allahu dhe i don i dërguari e tij. E kishte për qëllim Muhamedi alayhis salam çka? E kishte për qëllim veten e tij, lajmin me marr, me verifiku, me vërtetu, me kontrollu mirë e kështu me radhë, e pastaj me i besu. Prandaj vëllezër, shiqoni dietarët islam për këtë çështje, Allahu xhelleshanu inspiroi dhe komplet një shkencë të madhe në islam e ndërtuan vetëm e vetëm për marrjen e lajmit. Edhe ajo shkenca e xherhit dhe ta'dil. Shkenca e kritikës dhe e lavdatës. E kritikës ndaj kuj? Ndaj personit që e sjell lajmin, kush është ki? A mban mend ki mirë, ose ja futën kot, ose kjo prej personave po ta bjerë një lajm, ama me ato më shtjellën edhe 3 gjëra. Originali që është e sakta 30-70% i ka rren, i ka fjalët e tia. Apo dikush ka qef një muhabet bone, se ai nuk ka fol, tash i erdh radha, s'din, gjoja se i ka ndodhur diçka pak e thot tamam, ishton tjera, për ta pranu fjalën e Muhamedit alayhis salam, shkencë në veti, dhe nuk ka shkencë në islam ma e rond, ma e gjatë, e cila nuk ka fund se kjo, shkenca e kritikës dhe lavdatës. Historia gjithë atyre që janë në zinxhir. Kush është ki? A ka rejt? A ka mbajt mend ki? A është i sinqert? A e fal namazin? A është gjitha biografia ati, mirët personi, tamam futet në aparat, edhe pak me dalë një defekt, këtë klasifikojnë. Ki thot nuk është e grupi parë. Këtë dhe të qëmë e tjetë e grupi 7, e grupi 8. Edhe lavdata, ta'dil, ki jo ndershëm, ki jo njëri i sinqert, nuk ka rejt asë njëherë ki nuk shton, por edhe mban mend, nuk haron, se edhe me haru, gjitha cilësit e mira i kije. I drejt, i sinqert, nuk ren, a mo haron. Thon, këtë regull,
Allahu ta largoft haresën, por ne hadithe prej teje nuk mund të marrim. Se këtu bëhet fjalë ato çka vjen prej Allahut dhe të dërguarit të tij. Kjo është shkencë e fesë. Shiqoni vëllezër në Islam çka ka, mendon dikush se hadithe, jo vëlla, për me hi aty, për me arrit fjala jote, që ta transmeton Imam Buhari, duhet kishe le më herët, edhe ti ishe i sinqert si ato burrat që i ka fut Imam Buhari në atë zinxhirin. Prandaj Abdullah ibn Mubarak ka thonë el isnadu min ad-din. Isnadja, transmetimi zinxhirave të burrave është prej fesë. Laula el isnadu laqala man sha'a ma sha. Isnadi, ka thonë Abdullah ibn Mubarak, është prej fesë. Më thonë, çështja e fesë është ajo, t'ja dish historinë, biografinë ative burrave, filani nga Ebu Hurajra, pastaj Abdullah ibn Musayyib nga Ebu Hurajra, kështu me radhë nga Abdullah ibn Jubair, gjitha ato është prej fesë. Me ditë këto është prej fesë, me ditë biografinë e këtyre është prej fesë. Laula el isnad, në Islam ne mos e kishim këtë isnadin. Ai shikoni shijat vëllezër kur transmetojnë, ato nuk kanë senet. Ai vetë ja fut kot. Ata beson se ato kanë zinxhir, gomari, prej gomarit arrin deri te ku? I thon zinxhiri i gomarit. Shijat e kanë një trillim, i thon zinxhiri i gomarit. A dini deri sa arrin? Deri te gomari i Nuhit thon. Një prej atyre ka pas një gomar, është dash me i hip baba ati i gomarit, aje e ka rëzu, ka thonë jo, se mbi shpinën teme, edhe para zveton kanë hip vetëm profet, e pasaj ka fillu me jarën, që këtu shtë të transmetojnë ato, e gjërat, pëse nuk kanë sened, nuk kanë ato zinxhir, laula l-isnad, le kale, men sha e ma sha, mës kishim ne në Islam kështu sened, si cili do të thonë të atë që dëshiron, ka thonë filani, hec, gjiti një hadith, si cili prej thirrësve në Islam, që janë thirrës tamam, hoxhallar, do ta tregonë ti, a është e vërtetë a nuk është. Ndoshta jo më një herë, se ne nuk jena muhaditha. Prandaj thash kjo shkencë nuk ka më edhe dietar shumë. Nuk ka edhe dietar shumë ka, por jo sa ka pas më herët. Për shembull, vdiq dietari i madh i shkencës të kësaj lëmie, Jarh dhe Ta'dil, Muhammad Nasiruddin al-Albani, kanë ardhur pas atij, po vallahi nuk e ka zanvetsuar tamam. Nuk janë si ai, kanë dobësi shumë krahasim me diturinë e tij, Allahu i mëshiroft të gjithë. Prandaj vëllezër, për fat keq kjo çështje, a e dini se në dorën e kuj është tash? Për shembull kjo çështja e lajmeve, për me i marr lajmet, kjo sot është çështje e kujt? E mediave. Ato e kanë këto. Gazetarët, korrespondentët, akademikët. Dhe nëse e shikon tamam numri më i madh i atyre janë fusak, njerëz të lig, njerëz pa dinitet, pa personalitet, pa moral, pa akhlak. Ato ja i përcjellin botës, ato e furnizojnë botën me kësi lajme. Prandaj në botë të shikon vetëm trazira, vetëm çudira, vetëm vrasje, derdhje e gjakut, e kështu me radhë, pse tash ka arrit kjo çështje, kjo shkencë e madhe në Islam sa e shenjtosh, sot është në dorën e el-fasiqin, njerëzve të lig, ato tash e kanë dorë këto çështjen e lajmeve, ato përhapin çka don, incizon ai çka don, e nxjerrin lajme ai çka don, e kështu me radhë. Pse? Se të gjitha për fat keq sot janë bosi i atyre kush është? Ai që e ka cek Allahu në Kur'an, ghayril maghdubi alehim. Ato të cilët ndaj atyre është i hudhruar Allahu subhanahu wa taala, ato i kanë të çështje në dorë, e prandaj. Vëllezër, së fundi do të them diçka shumë interesante dhe do ta përfundoj. Shiqoni vëllezër, sa e sa gjak i pafajshëm në botë u ka derë dhe akoma derdhet. Sa e sa shtëpia të ndershme, të sinqerta, që kanë qenë kompakte janë shkatru. Sa e sa bashkëshorte që kanë dash njëri tjetrin, janë martuar me dashuri e kështu me radhë, janë shkatru. Sa e sa prind nuk flasin me fëmijët e tyre, vite me radhë. Sa e sa fëmijë, vëllezër dhe motra nuk flasin mes veti, vite me radhë. Pse? Sa e sa shokët ngusht, aq ngusht kanë qenë, aq e kanë dash njëri tjetrin, i kanë ndihmu në rrugë të hajrit, nuk i kanë da ato askush tjetër përveç se gjumi, kur e kanë bo gjumi si kur shpinë e vete dhe gjithmonë ka qenë bashkë. Kush i ndau këto të gjithë? Kush i shkatroj këto shoqata, këto grupe, këto dashamir, këto dashët, këto shtëpira, këto bashkëshorte, e vëllezër, e motra? Kush? E para, përcjellja e lajmit nga fasiku, nga i fliçti. Besimi i lajmit të atij fasikut. E treta,
marja e lajmit me nxitim, mos verifikimi i lajmit, dhe e katërta, marrja e vendimit që shpejtësi. Këto janë domet më të mëdha. Këto të katërtat. E lutim Allahun xheleshanu na uzon në rrugën e drejtë, në siratul mustaqim, dhe vëllezër, Allahu alem të hanën, ndoshta fillon muji Shaban, muji 8, muji në të cilin ngriten veprat tek Allahu subhanahu wa taala. Prej veprave më të dashura te pejgamberi alayhis salam ka qenë edhe vepra tjera të mira, por ai e ka zgjedhur agjirimin, ka agjiru shumë Muhamedi alayhis salam në muin Shaban, për arsye se ka thënë ngriten veprat tek Allahu në muin Shaban, bilansi vjetor bëhet muin Shaban. E tha Muhamedi alayhis salam, unë dëshiroj që veprat e mia kur të ngrihen tek Allahu xheleshanu të jem agjirueshëm. Prandaj lutim Allahun xheleshanu të na forcon me agjirim me vepra tjera të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfir.